U bën rrafsh 100 vjet që ky burr nuk jeton më, vetë se për ta vlarë Bajram Curin që po rezistonte në shpellën e Dragobis, u deshten rreth 150 xhandar të qeverisë së Ahmet Zogut. Varrimi i heroit ishte bërë në Krume, vend që sipas dëshmitarëve të kohës ishte testament i vetë Trimit. Por kush ishte burri që në librat e historisë shfaqet me mustaqe të bardha e një shikim të rrept, me origjinë nga fisi i njohur i Krasniqës, nga malësia e Gjakovës? Bajram Curi u lind në Krushë të Madhe më 1862. Derisa vende nga një familje me autoritet dhe tradita patriotike, ai qysh i ri u përfshi në lëvizjet politike dhe në aktivitete kombëtare e ushtarake. Perandoria Osmane e kishte të qartë fuqinë dhe ndikimin e tij, kështu që kishte vendosur ta përfshinte atë në administratën e saj, duke e emëruar në pozita të larta, por në qytete të ndryshme. Por pas kryengritjeve të viteve 1910-1911, Curi kaloi përfundimisht në krahun e patriotëve, të udhëhequr nga Ismail Qemali, Luiç Gurakuqi e të tjerë. Bajram Curi ka pas një qëndrim konsekuent, një qëndrim korrekt, një qëndrim, institucionalist karshi zhvillimeve që kanë ndodhur në Shqipëri. Pra e kam shtet qeverinë e Ismail Qemalit, pastaj e kam shtet 1914 në një takim në korrekt vitit 1914, është taku bashkë me Ismail Qemalin edhe krerë tjerë, është taku me princ Vidin. Në vitet 20, Bajram Curi ka një kontribut të jashtëzakonshëm dhe do të jetë përkrah elitës politike shqiptare për shtypjen e disa lëvizjeve të brendshme me karakter destabilizues ose separatist. Edhe pse pa qenë vetë i shkolluar, Curi u bën njëri ndër mbrojtësit dhe kontribuesit më të mëdhenj për zhvillimin e arsimit dhe hapjen e shkollave shqipe. I emëruar komandant i përgjithshëm i forcave kombëtare, ai në krye të 2500 vetave i kishte mposhtur përkrahësit e Esat Pashtoptanit, duke i dhënë frymëmarrje qeverisë së re, të udhëhequr nga Fanoli. Më pas i komandoi forcat shtetërore që zmbrapsen një agresion jugoslav në zonën e Kopilikut. Edhe një vit më vonë ishte në krye të ekspeditës që frenoi një lëvizje për autonominë e Emirditës. Zhvillimet në Shqipëri marrën një kahje tjetër, Bajram Curin kur në krye të qeverisë vije Ahmet Zogu. Kosova jashtë Shqipërisë ishte një gjë e paimagjinueshme për të. Hasan Prishtinën, Hoxha Kadriun, të cilët kurrë nuk i pranuan vendimet e fuqive të mëdha të 1913-s. E kjo ishte ndeshme politike e Zogut që synon të konsolidimin e brendshëm të kufenjeve të Shqipërisë.